Okej, mirë, tani jemi në fundjavën përpara, stop. Flasim pak se cilat janë ato tendenca që vjen re më së shumti në këto fundjava të bukura me shumë diell, dëshira për të lëvizur, për të shfrytzuar. Unë kam përshtypjen që këtë javë do ikin njerëzit në plazh, do fillojnë plazhin me tamam. Tanja na ka thënë dhe duket dhe ndihet që i nxehti ka filluar. Kështu që jemi me Anxhelën tani për të kuptuar më shumë se cilat janë pikërisht këto, le të themi, preferencat të shqiptarëve gjatë fundjavës. Anxhela, linja për ty direkt. Ju falenderoj shumë, atëherë me Arber Ndreun, me një agent turizmi, do të flasim pikërisht për preferencat e shqiptarëve në këto ditë të para me temperatura të mira, të favorshme për të lëvizur edhe për të shijuar natyrën. Arber, flasim në këtë periudhë vetëm për detin apo mundësia në këtë periudhë është më e gjerë se sa të vizitosh vetëm Bregdetin? Tani përshëndetje, faleminderit për ftesën. Shpeshherë ne fokusohemi vetëm të këto pjesët kryesore tona, si është pjesa paketeve maleve, kryesisht apo Korça apo pjesa Rivierës. Unë sot do të flas pak për një trend të ri. Nuk ka pak ditë që unë dal nga një konferencë e përgjithshme e Unionit të Turizmit në botë, ku theksohet që një pjesë e mirë disa pikave kryesore të cilat ndoshta nuk promovohen ashtu si duhet, është mirë që edhe Shqipëri të kenë zë apo të jepet zë. Për shembull, siç është një ndër to, është pjesa e Mrizit Zanëve, pavarësisht se pjesa më e madhe shkojnë drejt Shkodrës për turet kryesore të Thethit, Tamar, Razmë etj. Ka filluar të dalin pa për shkak të rolit madh të guidave turistike. Njëjta gjë unë mendoj që si vjet shqiptarët mirë është të cekin disa nga vendet të tjera. Unë për shembull sugjeroj pjesën e Belçit, unë sugjeroj pjesën e qytetit Gramshit, ju sugjeroj një pjesë mirë të banjave të Përmetit, që është një destinacion që si vjet ka një rritje. Edhe për pjesën e infrastrukturës, pastaj unë ju them duke qenë se si vjet ka shumë pak kohë që shtru dhe pjesa rrugës së Ersekës, është mirë që ta frekuentoni edhe pjesën e Ersekës për shkak të një klime jashtëzakonisht mirë. Dhe kjo periudhë, siç është periudha e pranverës, është një periudhë e mirë për ta filluar mbar pjesën e sezonit. Ka kohë më pas për plazhin, po thoni, po a ka mjaftueshëm gjëra për të parë, për të vizituar e për të kaluar kohën mirë në këto vende të vogla apo ndoshta edhe të padëgjuara shumë më parë? Patjetër që ka, apo si mund të organizoni një ditë, të gjitha këto pika që unë përmenda, ju mund të bëni pjesën malore, ju mund të shijoni një pjesë të restoranteve apo bujtinave që ato kanë, ju keni kohë që të eksploroni një pjesë mirë të maleve apo Alpeve tona, që se kudo janë goxha të mira tek pjesa për hiking apo edhe sporte të tjera të cilat i pjesë mirë dhe tuajve kur vinë në Shqipëri i frekuentojnë. Ndoshta shqiptarët akoma nuk janë mësuar me këtë pjesën e kulturës, por që ma besoni që tuajt pjesën më të madhe atyre e zgjedhin. Dhe si vjet është një trend paksa më ndryshe mbas muajve korrik apo gusht, pjesa më e madhe patjetër për shkak të temperaturave të larta zgjedhin Rivierën. Po që në këtë zonë ku jemi në këtë sezon, mirë është që të frekuentohet pjesa e maleve kryesisht. A ka prenotime pikërisht për pjesën e maleve apo ato qytete të vogla dhe zona që ju përmendët pak më parë, apo janë të gjithë të përmalluar për plazhin? Tani unë shpeshherë i vendos tekst edhe pjesës së infrastrukturës. Jo çdo vend është e mundur të aksesohet në mënyrën më normale për një turist, po që unë mendoj që pjesa më e madhe e rrugës Shqipërisë, që është një vend që nuk është shumë i madh, tani mund të aksesohen. Edhe një pjesë më e vogël ka mbetur për të ushtruar sidomos pjesa e rrugëve. Është një ndër akset që unë shpeshherë them, për shembull aksi nga Valbona në Theth, që duhet ndërhyrë në mënyrë të jashtëzakonshme për shkak se është një ndër pjesë më të bukura të Alpeve tona. Ashtu siç u rregullu pjesa e rrugës së Ersekës, pse jo mund të rregullohet edhe në veri ky aks. Pastaj, për sa i përket një dite tjetër se si mund ta zhvillojmë ndryshe një turist kur vjen, qoftë shqiptar apo i huaj, unë mund të sugjeroj edhe pjesën tjetër të qytetit Gramshit, jo vetëm për pjesën e varës së Sotirës, por ka edhe pika tjera. Unë kam dëgjuar tani së fundit që është edhe një vend tjetër ku zhvillohet një ndër bimet më interesante, cila është pjesa e Levandës. Unë t'ju jap një shembull shumë shkurt edhe me jashtë për shkak të eksperiencës. Në aksin nga Nicë Monte Carlo është një vend që quhet Vil, dhe atje po me anë kësaj lule është ngritur një ndër fabrikat më të famshme sot botë parfume Fragonard. Pse mos kemi edhe ne të shfrytëzojmë një pjesë mirë të bimëve tona, pse jo do ishte edhe një zhvillim edhe për zonën dhe për turizmin edhe për gjithë ne. Dhe në fakt në sezonin e kaluar kur ne bënim emisionin në për qytete të ndryshme të Shqipërisë, ajo që vura re ishte se vetë fermerët që mbillnin këtë bim po mendonin ta kthenin edhe në një formë biznesi, pra të kishte me bilet për të parë dhe për të bërë foto në këtë fusha. Do t'i bënte mirë edhe zhvillimit të zonës? Po, dhe për ta lidhur pak dhe me këtë pyetje, kjo është ajo që edhe ne mund të shtojmë pjesën e guidave turistike apo lidhjen e madhe që duhet bëhet qoftë me
vendet, apo edhe bashkiat investojnë më tepër, bashkiat kryesisht te pjesa e guidave turistike, sepse duke promovuar çdo zonë të vend, është mirë që ata të marrin më tepër zë. Dhe gjithë harta e turizmit ton mos tjetë vetëm në disa qytete kryesore, që shpeshherë bëhet, po tjetë edhe në qytete tjera. Për shembull, nuk e dini se keni dëgjuar për fshatin e famshëm Vil Bashtov. Një pjesë e mirë jona, unë shoh edhe me kursante mi që kam edhe me një pjesë me kolegëve, që nuk e frekuentojnë shumë, do dhe të rreth afër Divjakës, është shumë afër, ne kalojmë shpeshherë atje në autostradë, ikim Lushnjë, Fier, Vlorë, dhe nuk ndalojmë në një ndër vendet më të vjetra që sot është afër pjesë e listës së UNESCO. Është një kala e cila është në periudhën e Justinianit, dhe nuk ka një pjesë e madhe njerëz ndoshta edhe nuk e njohin. Dhe si puna e Bashtovës ka dhe pika tjera që unë ja u sugjeroj shpeshherë njerëz. Sa funksionojnë guidat në zonat të ndryshme të Shqipërisë, apo janë të gjitha të përqendruara nga Tirana dhe nisen pastaj në qytete të tjera? Tani kjo është pjesa më e madhe, përveç gjithë kryet turistike do të qenë se vinë nga Rinasi, e fillojnë pjesën e turit nga Tirana apo nga Durrës. E frekuentojnë këtë turin normal që është Berat, Gjirokastër kryesisht, po nganjëherë edhe pjesën e maleve, Razma, Thethi, Valbona. Kryesisht i bëjnë në mënyrë individuale pjesa më madhe, por që edhe një pjesë e agjencive të mëdha që kemi në treg, kryesisht për shembull ato se Avasi janë disa agjenci të cilat janë tur operator shumë të mëdhej dhe si vjet është po shihet një trend shumë i madh për promovimin e këtyre vendeve. Por unë mendoj që pothuajse çdo do ta shohim paksa edhe në makro, pra një pjesë e mirë bashkive duhet të investojnë te pjesa e guidave turistike, se ne kemi numër shumë të madh njerëzish edhe ekspertë të cilët mund t'i japin shumë zonë pjesë të turizmit të ne. Dhe duke bashkëpunuar me pjesën e bujtinëve, duke bashkëpunuar dhe me pjesën e shtetit, ata mund t'japin një frut shumë herë më të mirë, ashtu siç do të gjithë vendet e Europës. Pra jo vetëm ta lejnë tek pjesa kur agjencitë rrasin pjesën më të madhe të guidave turistike. Duke qenë se jemi disa prej atyre që janë në punë, kanë vetëm një ditë pushim fundjavë apo kanë të ndara ditët e tyre, në këtë fundjavë në Tiranë, afër Tiranës, ku mund të shkojmë? Se dakord në qytetet e tjera, po brenda Tiranës, cilat janë ato destinacione që ju do të sugjeronit më së shumti? Ju qenë se është rregulluar dhe pjesa e infrastrukturës, sugjeroj edhe pjesën e Shëngjergjit, për shembull, tani këto vite fundit është kthyer në një trend shumë të madh. Po ashtu edhe pjesa e Petreles, po ashtu kemi dhe Prezën. Të gjitha këto pika që unë thash më përpara, që pjesa e akomoduesve hotelerisë, qoftë bujtinave, janë shumë të zhvilluara. Thjesht ndoshta duke qenë se pjesa më e madhe jetojnë në Tiranë, nuk duan dalin jashtë qytetit dhe nuk e shohin si pikë parë për sa i përket pjesë fundjavës, po unë mendoj që edhe ne duhet të frekuentojmë edhe këto zona që kemi për rreth Tiranës. Qoftë edhe pjesën e Bovillës, po ashtu edhe pjesën ku është në drejtim të Krujës, kemi goxha bujtina. Tani është hap edhe një vend shumë i ri, që unë ju ftoj që ta vizitoni, është pjesa e Kleosit. Është rreth nga 30 minuta nga Tirana, nuk është shumë larg, po që është një zonë zhvillim edhe është një pjesë shumë e mirë për sa përket pjesës së bujtinave dhe tradicionale patjetër, sepse çdo rrugë që shtrohet është në favor të turizmit. Dhe turizmi që zhvillohet do infrastrukturën dhe pjesën akomoduese, pastaj çdo gjë shkon. Dhe sigurisht edhe një guid që t'i orientoj. Po ndërkohë, ata turistë të huaj të cilët vinë në Shqipëri, a janë përsëri të orientuar o në det o në mal, apo duan të shohin e këto rrethinat e Shqipërisë? Tani këtë vit, domethënë janari vit 2025 u fut shumë herë më mirë, gati rreth 26.9% më tepër dhe sipas statit kemi të huaj në rritje. Trendi në Shqipëri është gjithmonë rritje, qoftë gazetat britanike kryesisht, po ato edhe gjermane, po shkojnë këtu gjatë gjithë kohës. Numri më i lartë i turistëve në Shqipëri është turistët gjerman, ata frekuentojnë kryesisht pjesën malore, në përgjithësi, ndërsa thash, mbas në periudhat korrik gusht pastaj, pjesa më frekuentuar është pjesa e Rivjes, sidomos Ksamili, është një ndër trendet që jepet më tepër zë në Europë. Edhe pothuajse pjesa më e turistëve kur vinë këtu, kërkojnë që të shkojnë tek pjesa e Sarandës, Ksamilit, po që ka dhe disa turistë, cilët janë të orientuar te pjesa e kulturës apo dhe tek natyra. Për shembull, sitet tona arkeologjike, unë shpeshherë jo para një javë isha në Apoloni. Dhe ju them njerëzve që nëse në Apoloni, duhet ta keni parasysh që
para shumë vitesh që në periudhë shumë të hershme, Apollonia gëzonte një popullsi rreth 60.000 banor, kur sot vetë Fieri me gjithë qarku nuk është më në këtë popullsi, për shkak të ikjes masive. Pse mos ta zhvillojmë dhe mos ta lejmë thjesht si një sit arkeologjik, që thjesht ta vizitojnë, po të kemi edhe guida shoqëruese tjerë për t'i kthy këto vende, sepse janë ndër vendet më të vjetra, nëse në Europë dhe në botë do ishin këto vende me kaq vjetërsi, kulturë dhe histori, atëherë ma besoni që nuk do kishe asnjë ndryshim pse do vizitonim Koloseun në Roma apo edhe shumë tjera dhe pse mos vizitonim një pjesë mirë të historisë tonë. Në muajin shkurt dhe në mars ka pas prap një rritje tjetër më të madhe, 7.9 shkurti dhe 0.3% në mars. Pjesa më madhe kryesisht i frekuentojnë këto terrenet malore, janë turistë gjerman. Përsa i përket statistikave, ndoshta është edhe pak më interesante që edhe ta dini, rreth 31% janë turistë italianë, 18% nga Kosova dhe pjesa e tij janë kryesisht gjerman dhe francez. Kjo është pak a shumë ky trendi që u fut 2025, por që vazhdon të jetë i njëjtë edhe me vitin e kaluar. Po shqiptarët, ku preferojnë të shkojnë në këtë periudhë kohore që flasim? Jashtë Shqipërisë? Përsa përket më tepër udhëtime jashtë Shqipërisë, janë disa destinacione të frekuentuara, por më tepër në këtë periudhë frekuentohet kryesisht është pjesa e Alpeve të Zvicrës edhe Parisi. Këto janë paketa të cilat po shiten më tepër në këtë periudhë. Mendoj që mbas, domethënë nga gjysma e majit edhe qershori, fillon pastaj të frekuentohet shpesh Spanja, për shkak edhe se një vend i mesdheut ofron një pjesë mirë të plazheve, ka trende ndryshme, që është pjesa Costa Bravës, gjithmonë Turqia mbetet on top për shkak edhe të zhvillimit që jep ajo apo përparësisë të turizmit, dhe do të marr shembull shpeshherë se ne vetëm shkojmë atje, por kur vjen puna gjithmonë kur kthehemi, atje ishte shumë mirë edhe çdo gjë funksionon. Te funksionon sepse është kjo lidhja që unë them, pjesa hotelerisë, guidës, edhe mënyra se si shteti e promovon në çdo vend. Faleminderit shumë. Faleminderit Angela. Faleminderit edhe Arbër. Besoj e ndatë se ku do shkonin në fundjavë. Patjetër. Jo, unë doja ta pyesja në fakt Arbërin, por e tha për një vend në cilin do të ishte ndoshta surprizuese për të shkuar dhe okay, atje do të maniteshim ndoshta nga bukuria në një vend në Shqipëri, por përmendi Klosin, ka dhe shumë të tjerë, është Gramshi, është shumë të tjerë. Ne ju falenderojmë shumë Anç për këtë lidhje dhe për sugjerimet, edhe ne këtu do të shpërndahemi tani për të rikthyer të hënën dhe atëherë do t'ju tregojmë edhe se si e kemi kaluar edhe ne fundjavën. Patjetër që po, kështu që shijojeni sa të mundeni, shiheni të hënën në orën 7. Kaloni mirë.